A janë shqiptarët hiç sinqert? Vetë jeta na ka bë me konrranca. Njerëz pa brek në byth, njerëz analfabeta, njerëz të kaçamakit, flinjav, suxhukit. A janë shqiptarët hiç sinqert? A mendon që janë sinqert? Vetë jeta na ka bë me konrranca. A kupton? Unë nuk kam taku kërkun në botë njerëz ma hipokrit se në Kosovë, në Shqipëri, njerëz që të kapin për qafe. Në Kosovë, në Shqipëri, kur nuk e din ka në ki shok, ka në ki shoqe. Kur, absolut. Edhe shumë pajtona me ty në këtë pjesë. Kur, dhe më thonë, njerëz me të urrejt pa kur farë spjegime. As nuk e di çka i ke bon njerit. Së din se, kur e din çka i ke bon, E pret. po e keni farë lloj ngushëllimi, që se ti shkon me thy një bankë, ti e din që ja ki me morë pare, ja ki mu burgos, ja kanë me të vra. Po me të ko praja para bankës, ty nxirr me kartelën tonë e pare, është në diçka që ti nuk e pret. E të ne është sikur puna e rajes, kjo puna e ndërtimit të relacioneve me shok, me meq, me shoqe. Habite ma. E vërtetë, do të thash pajtona me ty në këtë pjesë, nuk e di pse jena kështu populli gatum mrapsht që thonë nëna prej neve. Thirr njerëzit në telefon, sta çojnë telefonin, nuk përgjigjen, po. Që pyetit i krejt kolegët tua, krejt njerëzit, nuk ka njeri që si përgjigjen në telefon. Edhe njerëz që fare nuk i nja. Si një, përgjigjna, i tham jam zom, mos më therr, nuk du me të ardhë në intervist, nuk muj me ardhë, kaq. Po dhe të paktën ja jep një përgjigje dikujt çfarë do qoftë ajo. Edhe kur i shef pastaj njerëzit në raport me ty kush janë, njerëz pa brek në byth, njerëz analfabeta, njerëz të kaçamakit, flinjav, suxhukit, njerëz pa kur farë perde njerëzore. Edhe adin ajmës me ta qu telefonin ose më mundu me të shit men, unë e kam thonë shpesh, unë në Kosovë veç shtatzon se me, veç që s'kum pjellën që të vend. Shqyqër që ke pështu, të pak të mbeq asaj, se jo, shumë.